geostrategjike. E ka luajtur një rol spektakolar. Erdogan dhe Turqia në përgjithësi. Fitoria më e madhe tash e tutje e Turqisë do të jetë dhe duhet të jetë shpëtimi nga një shpërthim apokaliptik që mund të ndodhë nëse Turqia mashtrohet dhe futet në ndonjë luftë frontale me Izraelin apo me cilën do fuqi tjetër të botës. Para se me shku të pyetja fundit, nafta ke bërë burr? Ke bërë rezervë? Po një 3-4 bure i kumush. A ko me hypa, s'ko me hypa? Nëse Trumpi nuk lëshon pe, bazuar edhe në analizat më serioze, në rafshin ekonomik që bohen në botë, atë e di, e kemi diskutuar edhe privatisht shumë herë. Unë jam lexues mos tami teprum, po i pasunum, i aty në 7 mediumeve kryesore dhe Guardian në botë. Duke i përcjell që to, mu ka krijuar një përshtypje se nafta dohet me shkue deri në 2.5-3 euro. Në Evropë aku? Përgjithësi. Po, në Evropë, në kapitullin. Po, andaj vllavi jam me që më pyte a kom bo naft, po të porositi, shka ki shisha të i thartë klokotit, e dhejes. Si burën e kemë në? Cilën e këni? Si burën. Si bura. Edhe arënijën e kemë sponsor, po. Shumë e shishme si bura. Edhe Medical Parkin e kemë, spitalin tërë. Mosh i vllavijem shishat, e burët, e kantat shka ki, sigurov sa s'ka hypën nafta, se thue hoxha, knaq në ka, po në fund së më tregoj me bo rezervat të naftës. Përgadito për ditë më të rënda. Tash kush vina ndarë se më të bo përraj një shish naftë më të apru në regull është? Sigurone 2 portokale, s'ti pruna dhe një banane, ti po vje koha me shku për një me naftë. Unë të falenderoj për intervjise, jemi minutat fundit për një pyetje që i jetë marak shikuzve dhe mu, është se e kom po që e trajtën edhe temën e sunitve dhe shijat. A shijat, dhe me thonë këtu të na, që ashtu thujmë na burë, shehlert? Ja, nuk janë shehlert shia. Po nejse, urna, vazhdoj e pyetjen. Ja, urna, mire kisës janë, po qështu... Po, qa deshte me pyet? A pajtu është për shambull me ato që i bojnë, për shambull me adetet e tyne, për shambull dhikrin e tyne që e bojnë, që i kënujnë gjatë dhikrit e ndjedhen kalablak me një salone. Nuk ka gjë më të bukër se dhikri. Edhe në qatë fërë mu bo? Dhikr, fedhekir, fe inne dhikra tenfeul mu'minin, thët Kur'ani i madhërishëm, Allahu gjelleshanuhu. Përmende Zotin vazhdimisht, fedhekir, është të shtide aty, përmende jo njëherë, po sa të mujsh përmende Allahun, sepse para së gjithash, po thët Kur'ani, besimtarët kanë dobi në përmendjen e emnit të Allahut. Dhikri është shumë llojesh, dhikri është në namaz. Fjala namaz, sala, në gjuhën shqipe do thot lidhje. Namazi falet me Allahu Ekber, namazi mundet më fal ul, në aeroplan, në bikali, në arë. O falet që shdush, vlavjem. Që shtu me sauna të këny. E tash, marana që tyne parametrave të dhikrit, ka njere edhe bohet dalash. Unë e folja për dhikrin e pranuar të traditës e pejgamberit dhe traditës islame. A është i pranuar këtë dhikr? Dërsa ngulja e shpatave këto, mi pasi ku pa kur, betohem. As në për YouTube, as kam dëgjue. Ja, në kumpon YouTube, po? Kam dëgjue. Po nuk i kumpon, nëse është e vërtet... Me dëshu, fra, ata i dojnë zarfa. Shqiqa Sadri, ti e njeri i lezushëm edhe e di punën e sadizmit dhe mazohizmit. Shqiqa, mazohizmi është shkaktimi i dhimbjes vetë vetës dhe duke i